Nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes përzemërsisht, duke ju uruar një ditë të shëndetshme, të gëzueshme dhe shumë të mbar. Erpasera në studio vijnë artistë të ndryshëm, por artistët e rinj vërtet të japin informacione, energji, ecuri, pse jo dhe entuziazëm. Artisti që kam sot të ftuar në këtë mëngjes është një artist që e ka prekur skenën që herët, por megjithëse është 18 vjeç. Ai ka një stacion që natyrisht ndjehet shumë mirë sepse ka realizuar koncertin e tij të parë recital. Është tenor dhe ka një ecuri të veçantë, të bukur, pse jo, në rrugën e tij artistike, e cila ende është në fillimet e saj. Me mua, sot në studio, është Arbër Bala. Mirëmëngjes Arbër, mirë se ke ardhur në studio sot. Mirëmëngjesi, shumë faleminderit për ftesën. Vetëm pak ditë më parë ke realizuar koncertin tënd të parë recital. Besoj se ndjehesh mirë apo jo? Po, ndjem shumë mirë, është diçka e re për mua, do thënë me që ishte hera e parë që e realizoj, dhe ndjesia shumë e mirë, patjetër. Në një moshë të re, sapo ke bërë diplomën në shkollës së mesme, nuk është një sipërmarrje e lehtë apo jo, është ndoshta një, nuk e di, një dëshirë që e ke pasur prej kohësh apo që të ka lindur së fundmi? Jo, dëshira ka qenë prej kohësh, por fatkeqësisht ndodhi edhe pandemia dhe i ndaloi gjithçka. Por plani ka qenë për më realizu pak më herët, por prapë si tash duke pa sepse unë kisha dëshirën shumë të madhe për me bë në teatr Migjeni, sepse s'ka vend më të bukur se sa teatri. Edhe vërtet, për me realizu një recital. Edhe vërtet, holli i teatrit Migjeni është i mrekullueshëm për diçka të tillë, për një organizim të tillë artistik, por ndërkohë që tingujt e muzikës, e vokalit tënd, artistëve që kishe ftuar, vërtet qenë një gjë shumë e bukur dhe pikërisht në hapje të asaj, të atij lejimi që u bë për të realizuar shfaqje me publik të kufizuar, natyrisht, ishte koncerti yt. Pikërisht në hapje të korrikut, në datën 1 korrik, apo jo, kjo ishte diçka e bukur. Po, kjo ishte diçka shumë e bukur, sepse bile duke diskutuar me prindërit e mi dhe sapo ishim të pa se dhe del lajmi që me 1 korrik hapet gjithçka. Dhe një atëherë jam qu për shpijet, kam shku dhe kam fol me drejtoreshën e teatrit, zonjën Rita Gjerka, dhe ka një mbështetje shumë e madhe. Më ka leju, më ka thënë po fill, ka një mbështetje shumë e madhe. Po të organizosh një koncert recital nuk është fort e lehtë, apo jo? Nuk është lehtë, por kam pas ndihmën e shumë personave, siç thash drejtoreshën e teatrit, profesoresh Klodiana Brahimin, që e falenderoj pa mas. Përshëndesim. Kam pas ndihmën e profesoresh Shqipezanit, që më ka përgatit. Kam pas ndihmën e familjes teme, që ka qenë aty me mua në çdo hap. Sa bukur që ti jesh i mbështetur, apo jo? Patjetër. Arbër. Ndërkohë që jo më kot të lindi ideja për të realizuar një koncert recital, sepse në repertorin tënd tashmë kishte disa pjesë që ishin të punuara mirë, që ishin drejt finalizimit të përgatitjes, apo jo? Po, me të thënë drejtën, pjesët kanë qenë jo të nivelit tem, të jemi drejt, i kanë qenë pjesë shumë vështira, disa pjesa më e madhe e tyne. Sepse janë bë përzgjedhje të hershme, dikush me janë bë të pjesë shumë të vështira dhe janë punu me njëta pjesë. Unë besoj që aty në pjesëve duhet me kushtu shumë më shumë punë që me ardhë edhe më bukur. E fillove me pranvera, filloi me ardhe, për të pasuar me arje, pjesë lirike të njohura.
Tjerë. Ishte Torna Asoriente. Është një këngë napoletane, shumë e bukur. Ka bëj me atë dheun, një pjesë që është shumë e bukur, është kur thot që mos më ndani prej atë dheut. Guarda il mare come bello, spira il tanto sentimento, con il tuo suave accento, non lo so dimenticar. Vedi il come le sirene, or ti guarda e non cantate, perché vogliano a te sola dolci cose mormorar. Sa bukur. Një ëmbëlsi e mrekullueshme, ashtu si që vetë tingujt e kësaj pjese janë, por që të shohin me një vokal mjaft të ngrohtë, të këndshëm, që të bëjnë për vete, apo jo? Ishte diçka që vërtet tërhoqi vëmendjen, jo vetëm kjo pjesë, por edhe pjesët e tjera që ti kishe përzgjedhur me mjaft kujdes. Po, përzgjedhja e pjesëve është bë shumë vonë, shumë herë, domethënë, që në shtator janë përzgjedhur shumë mirë, janë punu jashtëzakonisht shumë se zila për pjesëve. Mendimi im ishte që me fillu me një popullore shkodrane, si që është pranvera filloj me ardh. Një këngë e mrekullueshme, që qëndron ashtu si që mbylle me një këngë po aq të mrekullueshme si që është Lule Bore. Po. Kisha dëshirë sepse jena, do thënë, ka shumë versione të cilët po vinë këngët e vjetra dhe po rinohen, mu më pëlqen shumë që muzika po sjell risi, po kisha dëshirë me kthy prap atë nostalgjinë e vjetër, pse jo? Sepse ajo jeton e fuqishme, edhe është mjaft e bukur. Në fakt, Arber ti këndon në regjistrin e tenorit. Po. Edhe ky regjistër është brenda kondicionit tënd, ndërkohë që tani që ke mbaruar, ke dhënë një diplom të shkollës artistike Prenjakova, patjetër që zbret në vit edhe të kujtohet si e nise këtë rrugtim me kanton, atëherë kur profesorët e kantos të morën, të caktuan regjistrin, ti fillove të impostohesh, është një rrugë e veçantë apo jo, që ka të bëjë me pjesë. Po, ka qenë një rrugtim shumë i bukur, i vështirë, por shumë i bukur. Rrugtimi jem në shkollën Prenjakova ka nisur në klasën e 6, por rrugtimi jem kanto ka nisur në vit parë. Për në klasë 6 unë kam ndryshu shumë vegla edhe profesor, që gjëras me falendëru të tanë. Instrumente muzikore të cilët patjetër që janë shumë bukur që një këngëtar t'i njohi, apo jo? Po, nuk kam arrit kur që me mësu komplet. Jo instrumentist. Nuk jam një instrumentist, sepse nuk më ka tërheq, do thënë, mu nuk më ka tërheq instrumentet se cilët unë kam kanë duke studiu. Për shembull, ti i ofruar me instrumentin e pianos? Po, me instrumentin e pianos, por në shkollë të muzikës nuk mund të studiosh piano në qoftë se nuk jenë për klasë parë. Dhe unë kam kanë në instrumentin e kornos edhe në fizharmonik. Bravo. Ndërkohë që ti fillove kanton dhe regjistri yt ishte tenor, si ishte të impostohesh në fillim? Shumë e vështirë, sepse jo veçon, po besoj që pjesa më e madhe kur kanë fillu kanton, nuk e kanë ditë që kanë pas me kënu kanto lirike. Kanë mendu që kanë me kënu kanto moderne, por mu më doli më mirë kantoja lirike. Patjetër që ke realizuar pjesë, ke marrë pjesë në sagjo, në koncertet e shkollës? Po, kam marrë pjesë në sagjo, nuk më ka taku shumë për me marrë pjesë, sepse si që thash,
virusi bani problemin e vet, dhe humbja e një vitit nuk ka shpak. Po. Nuk ka shpak. Por në Saxo të gjithë materiali i diplomës kanë materiale të cilat janë përmbledhur prej çdo sagje. Materiali më i bukur është vënë në diplom dhe është vënë në recital. Ndërkohë që në këtë rrugtim artistik patjetër që kanë pjesë edhe mbështetësit tuaj, trajnerët, mentorët, mësuesit tuaj, të cilët ti nuk ngurove ti falenderoje me gjithë zemër gjatë koncertit recital. Është e vërtet, unë kam falendëruar çdo person i cili më ka ndihmuar dhe ka qenë pjesë e rrugtimit tim artistik. Për mua është një ner me punu me gjithë secilin profesor të cilin unë kam falendëruar natën e recitalit. Ka qenë një ndjesi shumë e mirë dhe pse jo do e kisha bërë prapë. Do kisha punu prapë me gjithë secilin për Aty time. ishte profesoresha jote Rita Dervishi, ishte Klodiana Ibrahimi, ishin mjaft profesor, drejtues të shkollës, apo jo? Po, është një ndjesi shumë e mirë për me kënu, për para figurave të cilat ty të kanë mësu, për para profesorave të cilat ty të kanë pas si nxancë, është një ndjesi shumë e mirë. Në fakt, Arbër, ndjesin artistike ti e ke pasur shumë herët, se klasa e 10, se klasa e 6, që i vogël fare, krejt i vogël, kur ke shkuar në qendrën kulturore të fëmijëve. Po, qysh në moshën 7 vjeç, në klasën e parë, unë kam fillu me shku në për evenimente si Bilbilat e Vegjël, festivali i fëmijëve, kam marrë pjesë për të tana konkurset e mundshme. Kujton diçka të bukur dhe kush të ka nxitur, kush të ka mbështetur, kush të ka duar trukitur më shumë? Kujtoj gjyshin teme të ndjerë, e cila ishte fanse eme e parë dhe më ka mbështetur në të tana këto hapa derisa të këto. Dhe mësuesen temet të parë të muzikës, profesoresh Nadira Agaj, e cila gjithashtu më ka ndihmuar. Përshëndetje Nadi. E përshëndesim. Gjë shumë e bukur. Ndërkohë që kujtimet nga bilbilat dhe festivalet e fëmijëve janë gjurmë të veçanta, apo jo? Po, ka një ndjesi shumë e bukur. Nuk mundem me hekë, se më thënë një memorie që me shpjegu, sepse janë pak kalume dhe kanë shumë kohë që kanë nodhë, por e di që kanë lanë një shijet mirë të konë. Le të vim përsëri te koncerti recital. Ti e prezantove vetë. Po. Diçka e bukur, apo jo? Patjetër. Ishte diçka shumë e mirë me prezantu vetë dhe ndjesia ishte shumë e madhe. Unë nuk kam emocione në skenë, por për herë të parë kisha emocione në prezantim. Dhe nuk e vuna re, sepse unë jam mësu me skenen dhe prezantimi në qëse u dallu erdhi krejt natyrshëm, sepse përveç fushës muzikore unë kam kontribuar në fushën teatrale. Po, madje vjet përpara pandemisë në festivalin e shkollave të mesme, të teatrove, të shkollave të mesme, ti ke përfaqësuar bashkë me shokët tuaj shkollën artistike Prenjakova, madje ke marrë dhe një çmim. Po, jam nderuar me çmimin aktori protagonist më i mirë. Mashkull gjithmonë, sepse kanë në fakt unë kam ndjek atë shfaqje dhe me një natyrshmëri të teskashme, do ta thuaja. Por edhe në sferën e humorit më shumë ishte ai rol, apo jo? Po. Ti u prezantove dhe u duar trokite shumë. Diçka që të kalon një kujtim të bukur. Një kujtim i bukur që është jo veç për këtë shfaqje, po për të tana janë provat që bëhen, sepse kalon kohë me shokët e tu, me miqtë e tu, me aktorë të cilët keni marrë tanë pjesë dhe është gjëqa shumë e bukur. Po nuk është shfaqja vetme, sepse te Koliciana ke marrë pjesë në shfaqjen Atalaç.
Po, ka një nder shumë i madh për mu, me punu me dy aktore si Kristi dhe Linda, ka një ndjesh shumë i madh dhe nëse më jepet mundësia do kisha punu prapë. Ashtu siç ke punuar një vit më parë me Raimonda Markon, apo? Po, me Raimonda Markon, me Vladimir Dodën, pra shfaqja e parë që kena vunë skenë që unë kam kanë pjesë, ka kanë me Vladimir Dodën. Te qendra kulturore Atelje rinore. Je dyzuar ndonjëherë mes artit të teatrit dhe të muzikës, ku do të shkoje më shumë? Jo, sepse teatri ka kanë gjithmonë një dëshirë shumë e madhe për mua dhe është një pasion i cili nuk do shuhet kurrë. Dëshira jame e madhe është për me vazhdu për muzikë dhe për me kryer shkollën për muzikë. Gjithashtu kam, do të thënë, në të ardhmen është një plan që me kryej edhe një shkollë për teatr. Të ndalemi këtu. Në fakt takimi ynë i sotëm është takim mes dy provimeve dhe unë të falenderoj shumë e vlerësoj që ke ardhur në studio. Dje ke pasur një provim dhe nesër ke një provim tjetër, gjithmonë që kanë të bëjnë me hapat tuaj të arshëm artistik dhe formues. Mund të ndalemi si kaloi provimi i djeshëm dhe çfarë është ai i nesërmi? Provimi i djeshëm kaloi shumë mirë. Ishte një konkurs për shkollën e lartë në Universitetin Europian të Tiranës, Dega e Arteve. Faza e parë shkoi shumë mirë. Jam i lumtur që kalova në fazën e dytë. Tani faza e dytë zhvillohet nesër dhe patjetër do të më ushtrëngu dhe me dhanë të tana i 100%. Po, unë të uroj shumë sukses, ndërkohë që kjo pjesa e artit skenik besoj se i bashkon të gjitha dëshirat tuaja, apo jo? Patjetër, është një bashkim, një ndërthurje shumë e bukur midis teatrit dhe muzikës, sepse në një mënyrë do të jetohe opera, ashtu sepse opera kërkan përveç zanit, kërkan e lëvizjet skenike. Që është një ndërthurje shumë e bukur dhe besoj që teatri më ka ndihmu jashtëzakonisht shumë në rrugtimin që unë kam dëshirë me ndjek. Gjë e mrekullueshme. Koncerti të recital ishte i ndërthurur edhe me të ftuar, të cilët janë besoj miq tuaj, erdhën pa hezitim që nga koncert maestri Gjon Sllaku, të cilin e përshëndesim, për të vijuar më pas me profesoreshën tënde, Klodiana Ibrahimi, e cila të ka ndjekur sa në afërsi aq në largësi, me profesori Rita Dervishi e të tjerë të cilët patjetër që do t'i përmendesh. Po, i ftumi i parë sipas skaletës është Besar Lujkaj, baritoni Besar Lujkaj, i cili është një shok i jam i shumë i mirë. Kena kanë të dy bashkë në një klasë kantot. Kena pas të dy të njëjtin rrugtim. Ai tani studion në Tiranë për kanto dhe të njëjtën gjë do bëj edhe unë, do studioj në Tiranë për kanto. Shumë e bukur. Pastaj është Izet Halilaj, violinisti, i cili është një shoku jam i klasës, të cilin diploma ati ka dalë një ndër diplomat më të mira dhe kisha dëshirë që pse jo atë talentin që ka dhe atë virtuozitetin me shprejohet në koncertin të në recital. Gjë e bukur shumë. Shumë ka kanë pastaj përve e mbyll me Restoration, e cila ka kanë sërzish krahu jemi djathtë, më ka ndihmuar në çdo hap, Klodiana Ibrahimi. Përshëndetje Klodiana. E përshëndesim dhe e puthim dhe e përshafojmë pa mas, sepse si tani që ka ardhë këto dhe edhe kur ka kanë jashtë vendit, ka kanë një mbështetje shumë e madhe për mua. Koncert maestri Gjon Sllaku, patjetër që ishte në piano, por që tingëlloi si orkestër.
Në fakt është menu shumë herë për me marrë orkestër dhe për me marrë një kuartet harqesh, por dëshira jeme ka kanë që koncertet recital me kanë veç me piano, sepse një muzikant si profesor Gjon Shllaku nuk ka nevojë për një orkestër. Sa bukur. Arber, ndodhesh në këtë sprint të rrugtimit tënd, jo pa entuziazëm, apo jo? Patjetër që jo. Kur po nisnim pak më herët bisedën bashkë këtu në studio, the që pas kam një karrierë të vogël, por që ka disa shfaqje, disa arritje, disa pjesëmarrje, gjë që natyrisht të mjaftojnë për të qenë besim plot për ecjen tënde, apo jo? Patjetër. Karriera jeme ka kanë më duket shumë në rregull për momentin, për moshën që kam arrit atë 18 vjeç. Kam arrit synimet që kam dash me bë në jetë. Tash kena më shumë synime, kena më shumë targeta, duhet me kapte tana pikat për që me pas një karrierë më të mirë. Ke studiuar shumë? Kam studiuar jashtëzakonisht shumë. Jam lodh duke studiu. Shihesh se je dobësuar pak. Por ja ka vlejt. Gjë e mirë. Ja ka vlejt. Vetëm puna. Puna dhe vetëm puna në çdo sferë, kudo që të jesh, është ajo që të mbështet fort. Puna dhe dëshira. Patjetër, po nuk patë pasion, edhe puna nuk ecën, apo jo? Po. Ndërkohë që njëri i ti artist, siç je ti, natyrisht mendon se i posedon dhe ke gjithmonë vullnet për t'i çuar akoma më tej. Besoj se ky ishte koncerti i parë recital i cili do pasohet me të tjera veprimtari, apo jo? Patjetër. Ndërkohë që skena për ty, me qenë se e ke prek që i vogël, është diçka ëmbël, e ngrohtë, komunikuese, e bukur, që të falë ndjesi dhe shumë duar trokitje. E nisëm me falenderime dhe po e përfundojmë kështu. Unë të falenderoj shumë që ishe sot në Mirëmëngjes Shkodër, por natyrisht edhe nga ana jote do të kesh disa përshëndetje. Si vojmë të falenderoj ty shumë për ftesën. Falenderit. Falenderimi më i madh, siç thash, falenderova profesoreshat e mia, Klodiana Brahimi edhe Shqipe Zani, cili kam pas nerën me punu me ta dhe kam nerën për me vazhdu me punu me profesor Shqipe Zanin. Dhe falenderimi më i madh shkon për familjen time. Patjetër, familja është folea që të ngroh, të mbështet, të jap fuqi edhe të jep nxitje për të fluturuar akoma më shumë. Patjetër. Të uroj veç sukses Arber, ishte shumë kënaqësi të ndalem pikërisht në këtë stacion të bukur tëndin, siç ishte koncerti i parë recital, por që besoj me hapat tuaj të mëpasëm do ta vazhdosh me suksese të tjera. Të uroj nesër ke koncert, ke konkurs, ke provim, të uroj së afërmi, sepse rruga artistit kështu është, provim çdo ditë dhe çdo njeriu, Çdo njeriu, po. Është e bukur ti sfidosh të gjitha vështirësitë dhe të triumfosh. Unë ta uroj këtë. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit.